Kur mora thirrje nga avokati im, zemra më rrihte sa për të shpërthyer. Fjalët e tij, të thjeshta dhe të qeta, nuk mundën ta largonin ndjesinë e frikës që më kishte pushtuar që nga momenti që mora vesh se xhaxhallarët e mi po përpiqeshin të më rëmbenin pronën e babait të ndjer. Një pronë që për mua nuk ishte thjesht një shtëpi apo një tokë, por një pjesë e shpirtit të familjes. Shtëpia e babait tim, në periferi të qytetit të vogël, kishte një histori të pasur. Çdo dhomë mbanin erën e kujtimeve të fëmijërisë, tingujt e qeshjes së motrës sime, dhe fjalët e babait që më mësonte të jemi drejt dhe i ndershëm. Tani, ajo që kishte qenë një vend ngushëllimi dhe sigurie, po bëhej arenë një lufte të padëshiruar. Historia filloi disa muaj më parë, kur një letër e ftohtë mbërriti në derën time. Ishte nga avokatët e xhaxhallarëve të mi Leonard dhe Arben Krasniqi. Ata pretendonin se pjesa më e madhe e pronës së babait, që ishte lënë pas për mua dhe motrën time, u takonte atyre. Për një moment, ndjeva se toka nën këmbët e mia po zhdukej. Si mund të kishim menduar se mund të më rëmbenin gjithçka që babai kishte ndërtuar me mund dhe djers. Në atë çast, një ndjenjë zjarri dhe vendosmërie u ndes brenda meje. Nuk mund të lejoja pa drejtësinë të triumfonte. Kjo nuk ishte vetëm një betejë për pronë, ishte një betejë për kujtimin e babait, për respektin ndaj sakrificës së tij. U nisa drejt zyrës së avokatit, një burr i moshuar dhe i ditur me emrin Sokol Haxhiu, i cili kishte ndjekur shumë raste të ngjashme gjatë karrierës së tij. Ai më pa me një seriozitet të thellë. Kjo nuk është vetëm për pronën, më tha ai, është për drejtësinë, për respektin ndaj kujtimit të babait tënd. Do të luftojmë deri në fund, Ardin. Fjalët e tij më japin forcë, por zemra ime është e turbull. Çdo kujtim nga fëmijëria më vjen në mend. Babai duke më mësuar të jemi drejt, duke më treguar rëndësinë e punës së ndershme dhe respektit për të tjerët. Dhe tani, disa nga njerëzit që kishin qenë pjesë e jetës son po tentonin të fshinin çdo gjurmë të tij nga kjo botë. Dita e parë e gjyqit ishte mbushur me pritje të padurueshme. Kur hyra në sallën e gjykatës, çdo detaj dukej më i madh dhe më intimidueshëm nga çfarë prisja. Tapeti i kuq, stolat e rënda, gjyqtari me sy të ngulitur në dosje. Leonard dhe Arben Krasniqi u ulën në anën tjetër të sallës, fytyrat e tyre të ftohta dhe të shprehura me arrogancë. Nuk mund të besoja se njerëzit që e quaja familje po më shikonin me kaq mungesë ndjeshmërie. Avokati im filloi të paraqesë argumentet. Ai fliste për dokumentet e pronës, testamentin e babait, dhe për faktin se ligji ishte në favorin tim. Çdo fjalë që ai thoshte më jepte forcë, por tensioni dhe ankthi mbeteshin. Nuk ishte thjesht një betejë ligjore, ishte një test për durimin tim dhe forcën time emocionale. Xhaxhallarët përpiqeshin të manipulojnë faktet, duke sjellë histori të vjetra dhe përjetime personale për të krijuar dyshime mbi të drejtën time. Por secila gënjeshtër duke e dobët dhe e paqëndrueshme. Ata nuk kuptonin thelbin e së vërtetës. Ajo nuk mund të fshihe me fjalë të bukura apo dokumente të falsifikuara. Në momentin më kritik të gjyqit, gjyqtari eci drejt vendimit. Një qetësi e papritur mbushi sallën. Fryma më mbeti pezull. Zemra më rrihte sa për të dëgjuar çdo fjalë. Kur gjyqtari nisi të lexonte vendimin, fjalët e tij ishin si një muzikë që më shpëtonte nga ankthi i muajve të fundit. Pas shqyrtimit të dokumenteve dhe dëshmive, gjykata vendos në favor të kërkuesit, zotëruesit të ligjshëm të pronës, Ardin Basha, një lehtësim i papërshkrueshëm mbushi trupin tim. Pas gjithë kësaj kohe, pas gjithë betejës, e drejta ishte rikthyer në vendin e saj. Nuk ishte vetëm një fitore ligjore, por një rikthim i nderit dhe respektit që më takonte nga babai im i ndjer. Leonard dhe Arben u shfaqën të mërzitur dhe të dëshpëruar. Por për mua, ky ishte një moment çlirimi. Për herë të parë që nga fillimi i kësaj historie, ndjeva se mund të merja frym pa frikë, pa ndjesinë e pashpresës që kishte mbushur ditët e mia të fundit. Duke dalë nga gjykata, shikoja shtëpinë e babait me sy të rinj. Secila derë, çdo dritare, çdo qoshe që mbante kujtime të paharrueshme, tani dukej më ndritshme dhe më e gjallë. Nuk ishte vetëm një betejë për pronën materiale, por për trashëgimin shpirtërore që babai kishte lënë. Dhe tani më në fund kjo trashëgimi ishte e imja, për të ruajtur dhe për të nderuar, ashtu siç kishte dashur babai. Fitoreja në gjykatë solli një lehtësim të madh, por nuk i shkatërroi plagët që xhaxhallarët e mi kishin lënë në shpirtin tim. Për herë të parë që nga vendimi, hapat brenda shtëpisë së babait më dukeshin të rëndë, si të kishin mbartur me vete gjithë tensionin e muajve të fundit. Nuk ishte heshtja e qetësisë, por ajo e përmbajtjes së hidhur dhe padukshme, që vinte nga njohja se disa nga njerëzit që quheshin familje nuk më donin të shihnin të lumtur. Çdo hap,
Çdo hapësirë në shtëpi më sillte kujtime të fëmijërisë, çatit që mbajnë erën e dimrit, dritaret që mbanin hënën e qeshur të verës, dhe kopshtin ku babai më mësonte të kujdesesha për pemë. Por pranë derës, shpeshherë ndjeva tensionin e Leonardit dhe Arbenit. Ata nuk kishin ndërmend të pranonin humbjen. Një ditë, ndërsa po kontrolloja dokumente dhe arkivat e shtëpisë, mora një letër tjetër nga xhaxhallarët. Kjo nuk ishte më një fjalë thjesht, por një kërcënim i hapur. Ata pretendonin se një pjesë e tokës ishte përdorur gabimisht dhe se mund të paraqisnin një kërkesë për rishikim të vendimit. Një ndjesi frike më pushtoi, por njëkohësisht një vendosmëri e brendshme u rrit brenda meje. Nuk mund ta lejoja që kërcënimet e tyre të më shkatëronin paqen dhe përkushtimin për të ruajtur trashëgiminë e babait. Në ato ditë kuptova se kjo nuk ishte thjesht një betejë ligjore, por një luftë për identitetin dhe dinjitetin tim. Babai më kishte mësuar të qëndroja i drejtë dhe i ndershëm. Dhe tani ishte momenti që ta vërtetoja këtë mësim. Fillova të dokumentoja çdo ngjarje, çdo bisedë dhe çdo marrëveshje që kishte rëndësi për pronën. Kjo nuk ishte vetëm një terapi për shpirtin, por edhe një mburoj për të parandaluar çdo manipulim të mundshëm. Motrën time, Elira, e cila kishte zgjedhur të qëndronte neutrale gjatë gjithë këtij konflikti, e ftova shpesh në shtëpi për të ndihmuar. Ajo vinte dhe shikonte me sytë e saj shqetësim dhe mbështetje, duke kuptuar se betejja nuk ishte vetëm për pronë, por për ruajtjen e dinjitetit tonë si familje. Çdo ndihmë e saj ishte një dritë shprese në errësirën e tensionit që xhaxhallarët kishin krijuar. Një nga momentet më sfiduese erdhi gjatë një takimi të vogël familjar, që përpiqesha të organizoja për të ruajtur paqen. Leonard dhe Arben nuk e fshehën më urrejtjen. Ata më sulmuan me fjalë të ashpra. Po mendon se gjithçka të takon ty. Kujdes, Ardin, historia nuk ka mbaruar. Atmosfera u mbush me tension dhe zemërim, dhe ndjeva se çdo hap që bëja për të ruajtur shtëpinë, vetëm e amplifikonte konfliktin. Por vendosa të mos lejoja që emocioni i tyre negativ të më ndikonte. Fillova të organizoja pronën sipas dokumenteve ligjore dhe testamentit të babait, duke bërë një inventar të çdo dhome, kopshti dhe objekteve të vlefshme. Çdo dokument, foto ose shënim që gjeja ishte një dëshmi se kjo pronë ishte trashëgimia jon dhe nuk mund të mohohej. Ditët kalonin dhe sfidat vazhdonin. Leonard dhe Arben nuk pushonin me përpjekjet për të krijuar dyshime, por unë mësova të kontrolloja nervat dhe të veproja me qetësi. Kjo qetësi ishte armë e fuqishme kundër strategjive të tyre manipulatore. Çdo veprim i tyre më mësonte një mësim të ri mbi durimin dhe forcën e vullnetit. Një moment reflektimi i thellë erdhi një mëngjes kur dola në kopshtin e babait. Shikoja pemën që ai kishte mbjellë me duart e tij, dhe ndjeva një ndjenjë të papërshkrueshme falënderimi dhe përgjegjësie. Kjo pronë nuk ishte vetëm një shtëpi apo tokë, ishte kujtimi i babait dhe çdo sakrificë që ai kishte bërë për ne. Përmes kujdesit dhe përkushtimit tim, do ta ruaja këtë trashëgimi. Në ato ditë, kuptova gjithashtu se betejja nuk ishte vetëm me xhaxhallarët, por edhe me perceptimet e komunitetit. Duhej të isha shembull i drejtësisë, të tregoja se respekti për ligjin dhe vlerat morale ishin më të rëndësishme se konflikti i përkohshëm. Çdo veprim i drejtë, çdo dokument i ruajtur, çdo kujtim i ndarë me motrën time, ishte një hap drejt sigurimit të së ardhmes dhe përjetësimit të emrit të babait. Ditët pas vendimit të gjykatës kalonin ngadalë, por çdo ditë që kalonte ishte një hap drejt rivendosjes së rendit në pronën e babait. Ardin ndjente se pavarësisht se ligjërisht gjithçka ishte në rregull, betejat emocionale nuk kishin mbaruar. Leonard dhe Arben nuk pranonin humbjen dhe vazhdimisht kërkonin mënyra për të krijuar tension. Por Ardin kishte mësuar të kontrollonte emocionet dhe të vepronte me qetësi dhe vendosmëri. Një mëngjes, ndërsa po shërtoja dokumentet për tokën dhe shtëpinë, mora një telefonat nga motra, Elira. Ajo ishte e shqetësuar, por edhe optimiste. Ardin, duhet të jemi të kujdesshëm. Ata nuk do të ndalen lehtë, por ne kemi ligjin dhe fjalën e drejtësisë në krah. Fjalët e saj më dhanë një ndjesë ngushëllimi dhe forcë. Njëkohësisht kuptova se përveç ligjit, nevojitej edhe qetësia dhe durimi për të përballuar situatat e vështira. Gjatë ditëve të mëvonshme, Ardin filloi të merre më tepër me organizimin e shtëpisë dhe të tokës. Çdo dhomë duhej të kontrollohej, çdo dokument i ruhej në arkiv, çdo gjurmë me kujtimeve të babait duhej të mbrohej. Ai vendosi të përgatit një listë të hollësishme me çdo element të pronës, librat, fotografitë, mobiljet dhe çdo gjë që kishte një vlerë sentimentale ose ligjore. Çdo dokument ishte një mjet për të siguruar që nuk mund të manipulohej asnjëherë historia e babait të tij. Por Leonard dhe Arben nuk ishin të gatshëm të dorëzoheshin.
Një pasdite, ndërsa Ardin po punonte në kopsht, Leonard erdhi papritur për të biseduar. Ai u përpoq të friksonte Ardin me fjalë të ashpra. Kjo nuk përfundon këtu, djalosh. Historitë e vjetra nuk harrohen kaq lehtë. Kujdes, se çdo veprim yt mund të kthehet kundër teje. Ardin megjithatë nuk u tremb. Ai i tha qetësisht, Leonard, çdo gjë që bëj është e drejtë dhe në përputhje me ligjin. Nuk ka frikë që mund të më ndaloj të mbroj atë që babai më la. Duke i folur kështu, ndjeu një forcë të brendshme që e mbante të qetë edhe në situata të tensionuara. Ditët kaluan dhe Ardin vendosi të filloj të punoj edhe me komunitetin lokal. Ai dëshironte të tregonte se pronën e babait nuk e ruante vetëm për vete, por si një trashëgimi që kishte vlerë për të gjithë fshatin dhe për historinë e familjes. Ai organizoi takime ku tregonte historinë e pronës, dokumentet, testamentin dhe kujtimet e babait. Ishte një mënyrë për të forcuar mbështetje morale dhe për të krijuar një rrjet sigurie për pronën. Një mbrëmje, duke shikuar nga dritarja e dhomës së babait, Ardin ndjeu një reflektim të thellë. Kujtimet e fëmijërisë, mësimet e babait dhe betejat e fundit ligjore bashkëngjiteshin në një ndjenjë të fuqishme përgjegjësie. Ai kuptoi se fitoreja nuk ishte vetëm ligjore, por edhe personale dhe morale. Ruajtja e pronës ishte një mënyrë për të nderuar babain dhe për të siguruar që trashëgimia e tij të jetonte për brezat e ardhshëm. Pas disa javësh, Leonard dhe Arben dukeshin të lodhur nga përpjekjet për të sfiduar ligjin. Ardin filloi të ndjente se tensioni po zbriste dhe një qetësi e lehtë po mbillte paqen në pronën e babait. Ai kishte fituar jo vetëm betejën ligjore, por edhe atë të durimit, mençurisë dhe vendosmërisë. Në këtë pikë, Ardin kuptoi diçka të rëndësishme. Shpesh lufta më e madhe nuk është me njerëzit që duan të dëmtojnë, por me pasigurinë dhe frikën brenda vetes. Ai kishte mësuar të përballonte të dyja me forcë dhe qetësi, dhe ndërsa shikonte shtëpinë që kishte mbrojtur me aq kujdes, ndjeu një kënaqësi të thellë. Kjo trashëgimi do të jetonte, ashtu siç kishte dashur babai i tij. Në fund Ardin dhe motra e tij Elira filluan të rimarrin jetën normale në pronë. Ata kishin përjetuar një luftë të madhe, por kishin dalë më të fortë, më të bashkuar dhe më të vetëdijshëm për vlerën e familjes dhe drejtësisë. Ishte një mësim i thellë për Ardin. Drejtësia nuk vjen vetëm nga ligji, por edhe nga durimi, përkushtimi dhe respekti për të kaluarën. Pas muajve të betejës ligjore dhe tensionit të vazhdueshëm me xhaxhallarët, Ardin ndihej i lodhur, por brenda tij kishte një ndjenjë të thellë qetësie. Shtëpia e babait, që dikur kishte qenë vend lufte dhe akuza, tani po kthehej në një shtëpi ngushëllimi dhe kujtimesh. Çdo dhomë, çdo qoshe kishte marrë një kuptim të ri, një kuptim të mbrojtjes së asaj që babai kishte ndërtuar me aq mund dhe dashuri. Ardin filloi të vendoste një rutinë të re. Ai organizonte çdo gjë në shtëpi dhe tokë. Pastronte kopshtin, rregullonte mobiljet e vjetra dhe vendoste dokumente dhe fotografitë e familjes në vendin e duhur. Çdo veprim ishte një mënyrë për të lidhur të kaluar me të tashmen, për të ndjerë praninë e babait dhe për të ruajtur trashëgiminë e tij. Elira, motra e tij, e ndihmonte çdo ditë. Ajo ishte pranë tij jo vetëm për punën fizike, por edhe për mbështetje emocionale. Ardin, çdo gjë që po bën është për babain, por edhe për ne, i thoshte ajo shpesh. Fjala e saj ishte një kujtesë se kjo pronë nuk ishte vetëm një copë tokë, por një trashëgimi që lidhte familjen dhe identitetin e tyre. Një nga momentet më të veçanta ishte kur Ardin vendosi të riorganizojë bibliotekën e babait. Librat dhe shënimet, disa prej tyre me vite të tëra pluhur, tregonin jo vetëm dije, por edhe pasionin e babait për të ndërtuar një familje të fortë dhe të ndershme. Ai u ul me kujdes dhe filloi të lexonte disa shënime të vjetra, duke ndjer fjalët e babait si një bisedë personale. Ardin, çdo gjë që ruan është pjesë e shpirtit ton, por rifillimi nuk ishte vetëm punë fizike. Ardin filloi të mendojë për të ardhmen. Ai vendosi të krijojë një plan për të menaxhuar pronën dhe për të siguruar që trashëgimia të mos rrezikohej më. Kjo përfshinte regjistrimin e të gjitha dokumenteve, rishikimin e kontratave të tokës dhe konsultime me avokatin Sokol Haxhiu për të siguruar që çdo gjë ishte ligjërisht e qartë dhe mbrojtur. Në këtë periudhë, Ardin filloi të kuptonte një mësim të madh mbi lidhjet familjare. Përplasjet me xhaxhallarët e tij kishin treguar se jo të gjithë e kuptonin rëndësinë e drejtësisë dhe respektit për të kaluarën. Por ajo që ai mësuar ishte se, pavarësisht dhimbjes dhe padrejtësisë, mbrojtja e vlerave dhe kujdesi për trashëgiminë e familjes ishte më e rëndësishme se çdo grindje. Një ditë, ndërsa po qëndronte në verandën e shtëpisë, Ardin ndjeu një ndjesë paqeje që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Dielli po perëndonte dhe hënën fillonte të shfaqej mbi kopshtin ku babai kishte mbjell pemët. Ai mendoi për gjithë betejën e kaluar,
për çdo sfidë dhe përpjekje që kishte kaluar për të ruajtur trashëgimin. Ishte një ndjenjë e çmuar, një ndjenjë triumfi jo vetëm për ligjin, por edhe për vetë shpirtin dhe identitetin e tij. Elira ju afrua dhe tha me një buzëqeshje të butë: "Kjo shtëpi është më fort tani, Ardin, sepse ti ke mbajtur gjallë shpirtin e babait dhe gjithçka që ai përfaqësonte." Fjalët e saj i dhanë një ndjesi të thellë falënderimi dhe përmbushjeje. Ardin kuptoi se triumfi i tij nuk ishte thjesht ligjor, por shpirtëror dhe moral. Në javët që pasuan, Ardin dhe Elira filluan të mendojnë edhe për të ardhmen e pronës në një mënyrë më strategjike. Ata vendosën të krijojnë një plan për menaxhimin e tokës dhe të shtëpisë që të siguronte ruajtjen e saj për brezat e ardhshëm. Çdo detaj ishte i menduar me kujdes. Nga dokumentet ligjore te mirëmbajtja e objekteve dhe kujdesi për kopshtin. Ishte një mënyrë për të siguruar që çdo sakrificë e babait dhe çdo përpjekje e tyre nuk do të shkonte dëm. Ardin kuptoi gjithashtu se betejë për pronën kishte ndryshuar perceptimin e tij mbi jetën dhe familjen. Ai kishte mësuar se drejtësia dhe integriteti nuk janë të dhëna, por gjenden vetëm përmes durimit, punës së palodhur dhe vendosmërisë për të mbrojtur atë që është e drejtë. Ishte një mësim i çmuar që do t'i shërbente gjithë jetës, dhe kështu ndërsa jeta rifillonte dhe shtëpia e babait merrte frymë të re, Ardin ndjeu se kishte mbaruar një kapitull të rëndësishëm të jetës së tij. Por më rëndësishmja, ai kishte fituar një kuptim më të thellë të drejtësisë, dashurisë familjare dhe vlerës së trashëgimisë. Me muajt që kalonin, tensioni i krijuar nga xhaxhallarët Leonard dhe Arben u zbeh gradualisht. Ata kuptuan se përpjekjet e tyre për të sfiduar vendimin ligjor ishin të kota dhe se Ardin dhe Elira ishin të vendosur të ruanin pronën e babait me çdo kush. Ndërkohë, Ardin kishte arritur një qetësi të brendshme që nuk e kishte ndjer prej kohësh, një ndjesi triumfi shpirtëror dhe paqeje që vinte nga fakti se kishte mbrojtur trashëgimin e familjes dhe nderin e babait. Pas një dite të gjatë pune në kopsht, Ardin ul pranë dritares së dhomës kryesore. Drita e diellit perëndonte mbi pemët që babai kishte mbjellë dekada më parë. Çdo gjeth, çdo deg, dukej si një kujtim i gjallë i sakrificës dhe dashurisë së babait. Ai ndjeu një ndjenjë të thellë falënderimi dhe përgjegjësie. Kjo pronë nuk ishte thjesht tokë dhe shtëpi, por një simbol i vazhdimësisë së familjes dhe i lidhjes së gjeneratave. Elira ju afrua dhe me një buzëqeshje të butë tha: "Ardin, gjithçka që po bën është për të nderuar babain dhe për të siguruar që trashëgimia jon të mbetet e fortë." Fjala e saj i dha një ndjesë thellësie shpirtërore. Përmes kësaj përkujdesjeje, Ardin kuptoi se fitoreja e tij nuk ishte thjesht ligjore, por edhe morale, kishte mësuar të qëndronte i drejtë dhe i vendosur përballë padrejtësisë. Pas këtyre përvojave, Ardin vendosi të krijojë një sistem për menaxhimin e pronës dhe të trashëgimisë. Ai dokumentoi çdo element të pronës: librat, mobiljet, fotografitë dhe çdo shënim të babait që kishte vlerë sentimentale ose ligjore. Ky proces ishte i lodhshëm, por për Ardin ishte një mënyrë për të ruajtur historinë dhe identitetin e familjes. Një pjesë e rëndësishme e këtij kapitulli ishte edhe rivendosja e marrëdhënieve me xhaxhallarët. Leonard dhe Arben, megjithse nuk shfaqnin marrëmiqësi të hapur, ishin të pranishëm në mënyrë të rezervuar. Ardin vendosi të tregonte maturi dhe qetësi. Ai i ftua në një bisedë private, ku shprehu se pavarësisht gjithçkaje, një pjesë e tyre ishte edhe familja dhe se ardhmja nuk mund të ndërtohej mbi konflikt të vazhdueshëm. Leonard dhe Arben nuk thanë shumë, por prania e tyre në atë takim simbolizonte një hap të vogël drejt pajtimit. Gjatë javëve pasuese, Ardin dhe Elira filluan të organizojnë aktivitete për të rinjtë e fshatit, duke ndarë histori dhe kujtime për babain dhe gjeneratat e mëparshme. Ata e bën pronën një vend ngushëllimi dhe mësimi, një vend ku brezat e rinj mund të mësonin për vlerat e punës së ndershme, respektit dhe drejtësisë. Çdo pemë, çdo dhomë dhe çdo shenjë e trashëgimisë së babait kishte një mesazh për të ardhmen. Ruaj trashëgimin, respekto të kaluarën dhe kujdes për familjen. Një ditë, ndërsa Ardin po rregullonte librat e babait, ndjeu se çdo sakrificë, çdo sfidë dhe çdo lot që kishte derdhur gjatë luftës për pronën kishin vlerë. Ai kuptoi se betejë e tij nuk ishte thjesht për tokë, por për mbrojtjen e vlerave që babai kishte ndërtuar dhe për sigurinë e trashëgimisë për brezat e ardhshëm. Në fund, Ardin ndihej i plotësuar. Ai kishte fituar jo vetëm pronën, por edhe paqen e brendshme dhe njohurinë se drejtësia dhe integriteti mund të triumfonin mbi padrejtësinë dhe manipulimin. Ai kishte mësuar se fuqia më e madhe nuk ishte në pasuri, por në vendosmërinë për të mbrojtur atë që është e drejtë dhe e shenjtë. Elira dhe Ardin vazhduan jetën në pronën e babait, duke ruajtur çdo kujtim dhe duke përgatitur brezat e rinj për të kuptuar rëndësinë e trashëgimisë dhe familjes. Ishte një fund i lumtur, jo vetëm për ligjin, por edhe për shpirtin, zemrën dhe identitetin e tyre.
Trashëgimia e babait të tyre nuk ishte më e kërcënuar. Ajo ishte e sigurt në duart e Ardit dhe Elirës, dhe me çdo ditë që kalonte, shtëpia e babait vazhdonte të ishte simbol i dashurisë, drejtësisë dhe vendosmërisë familjare.